Mirë mëngjesë të dashur deshër, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazh është lulëzimi. Çfarëdo që jeni duke bërë apo çfarëdo që keni bërë deri tani, që duket që keni dhënë shumë dhe keni bërë shumë për të tjerët. Tani është koha të kujdesesh për veten tënde, të dashur deshër. Çfarëdo që të jetë ai kujdes. Për trupin tuaj, për mendjen tuaj, për shëndetin tuaj, apo për çfarëdo që të jetë për veten e juaj. Bëni çfarëdo lloj veprimi që lidhet me kujdesin drejt për ju. Pastro, rregullo hapësirën tënde përreth vetes. Krijo ambiente që të ushqejnë trupin, mos e nënvlerëso vlerën që sjell për të tjerët. Të dashur deshër. Jo vetëm atë, por që je si një pemë që jep frut, por ka nevojë për rënje të forta dhe ujë të mjaftueshëm tani për tani. Kur ushqejmë veten, lulëzojmë. Dhe kur lulëzojmë, edhe të tjerët ushqehen nga drita jonë. Kjo është mesazhi për veten e juaj të dashur deshër, të paktën një periudhë tani.